Përshëndetje për gjithë, unë jam Omer Zulfia dhe në kuadër të bootcampit të 16 në programera për modulin e HTML dhe CSS kam vendosur të bëj klonimin e faqes time zyrtare omerzulfia.com. Kjo që po e shihni tani është faqja ime zyrtare dhe këtë çka kam bën, këtë vetëm e kam klonuar me HTML dhe CSS. Tani pja të regoj fillimisht se si duket faqja ime zyrtare, pastaj se si ka mund me klonu këta me HTML dhe CSS. Atëherë vazhdojmë. Kjo që peshni tani përpara është pjesa e klonuar apo faqja e klonuar, ku përbëhet fillimisht prej navbarit, ku ka një imazh, ka nav menuja me linket home, service, contact dhe blogs dhe social links. Pastaj ndër këtë është pjesa e main section apo përmbajtja kryesore, ku këto do më thonë është e përbërë prej dy pjesëve. Ana e djathtë përmban një imazh përshkrues dhe ana e djathtë një hënjesh paragraf dhe një buton me hover effect, kurse backgroundi do më thonë është background me gradient, pra si pe shikoni kjo ngjyra këto si e verdhë që është duke u shkrir. Kështu kjo pjesë do më thonë është centru në mes, apo këto ky kontejner ju është dhënë flex edhe disa tjera veti që të centrohet në mes. Pastaj nëse shkojmë më poshtë tek sectioni i parë, këtu do më thonë përbëhet edhe kjo nga dy pjesë, ku ana e djathtë përmban 4 karda, ku secila prej kardave ka një ikon, ka tekst, H2 nëse nuk gaboj, dhe paragraf. Të gjithë do më thonë kanë të njëjtin strukturë, ku nëse bëjmë hover, nëse shikoni ka edhe hover effect, ku background shadow shfaqet. Pastaj ana e majt do më thonë këtu është titulli, paragraf dhe një buton me hover effect, edhe kjo do më thonë është strukturu gjithë parenti është dhënë do më thonë flex që të dalë në mes, kurse kjo pjesa këtu është bërë me grid, kjo nga ana e djathtë. Nëse shkojmë më poshtë tek sectioni i dytë, këtu do më thonë përbëhet prej dy pjesëve. Kjo pjesa e lartë, pjesa lartë do më thonë, edhe pjesa në mes këtu ku janë dy karta me testimonials do më thonë këtu, ku çdo kartë fillojmë prej kjo te para këtu do më thonë ku ka dy tekste dhe logo në anën e djathtë, kurse te pjesa e dytë tani poshtë këtu çdo kartë ka border dhe ka border radius. Këto do më janë nga janë ikona dhe imazhe, tekst edhe emri këto. Pastaj shkojmë tek sectioni i tretë nëse nuk gaboj, këto do më janë text tag, edhe kjo përbëhet prej dy pjesëve, do më pjesa e lartë këtu ku ka titullin dhe tekstin apo paragrafin. Poshtu ka një kartë madhe ku brenda janë të ndara në dy pjesë në grid template columns në dy, do më thonë në ku në anën e majtë është pjesa e frontend dhe javascript, pra cilët text tag i përdori. Në anën e djathtë janë edhe pjesa tjetër e backendit e gjëra tjera, edhe kjo do më thonë është centruar në mes përmes flexit. Nëse shkojmë më poshtë këto do më thonë është pjesa e case studies apo pjesa e projekteve, ku këto do më thonë kam përdor grid në të cilën do më thonë për të formu këtë layouti. Ndryshe këtë layout është bërë për shembull ky zën dy kolona, dy kolona dhe një rresht. Gjithashtu edhe këto ky zë për shembull një kolon, një rresht e kështu me radhë. Këta kam përdor këtë strukturë, domethënë siç e thash edhe më herët, e kam bë me grid. Ndryshe njihet edhe si staggered grid kjo, ku pastaj për çdo kartë shfaqet është një imazh në background edhe një
titull që e përshkruan atë imazhin. Kaq domethënë sa i përket kësaj, shkojmë edhe tek tjetri section ku këto domethënë paraqitet ekspertiza, ku ndohet në dy pjesë. Ana e djathtë ka inpute të llojit range, nëse nuk gaboj, input jo të llojit range po të progress, më falni, ku domethënë kam paraqitur me përqindje se sa ku dhe sa jam i mirë në këto pjesë të apo në front-end, back-end e kështu me radhë. Pjesa në anën e së majtë ka vetëm dy tekste, ky tekstar ekspertizë dhe ky tjetri këto me të verdh. Poshtë është vetëm një imazh përshkrues. Edhe në fund kemi footerin, ku është përbërë prej 3 pjesëve, ku këtu i kam paraqitur domethënë të dhënat edhe orarin këtu vetëm për ilustrim dhe mediat sociale. Këtu një quote apo një thënie dhe pjesa e contact infos tjetër. Pjesën tjetër tani do t'ja tregoj edhe pjesën e kësaj responsiviteti, domethënë për mobil, tablet dhe desktop. Për desktop e pom, tani shkojmë vetëm për mobil. Ata shkojmë tek një model pak më i madh, për shembull Pro Maxi këtu, ku këtu domethënë është paraqit pjesa e responsivitetit për mobil, ku navbari ndryshon nga më herët që shke domethënë me këtu është shfaq hamburger menuja, ku e klikojmë këtu domethënë shfaqen këto linkjet për të shkuar tek page-et tjerë, ku këtu pastaj main section-i këtu vetëm ka ndryshuar, është bërë nga flex normal është bërë në flex row, column më falni, që të dale në kolon kështu. Ndërtë është ai imazhi i cili ka dalë ndër këto tekstet. Pastaj këtu është bërë njëjtë sikular, domethënë me flex column që kanë dalë poshtë. Edhe poshtë grid është bërë me grid template columns repeat një herë nga një fraction, domethënë që dale nga një kartë për kolon. Për rresht, më falni, këtu poshtë pjesa tjetër, edhe këtu kanë dalë në desktop e patëm të rafshuar në rresht, kurse këtu janë bërë në kolon, edhe këto të njëjtat sikur më lart. Mos tumë më shumë kohë, shkojmë tek pjesa poshtë. Këtu nuk kam ndryshuar këtë pjesën e strukturës, vetëm këtu është zvoglu, domethënë i njëjti sikur edhe në desktop, pra nga dy kolona këtu. Poshtë tek kjo pjesa e case studies tek projekti, këtu ka ndryshuar, domethënë ku për shembull në këtë rast kjo e para, ky imazh, ky card, domethënë mund ta quajmë është zëvendën sa 2 kolona, këto nga 1, 2, 1 gjithashtu dhe nga 1, këtu më poshtë tek section i fundit të gjitha janë rreshtuar në kolon, edhe futeri njëjtë ashtu. Pastaj shkojmë tek pjesa e tabletit, për shembull tek ky iPad Pro 11, edhe këto domethënë navbari njëjtë sikur edhe në mobil është bërë me hamburger menu, ku shfaqen të gjithë linkjet të cilat kanë hover effect. Pastaj tek main section këtu, domethënë apo tek hero section këtu është e njëjta sikur në mobil, vetëm normal këtu pak imazhet e të fundit janë bërë më të mëdha, për shkak se është tablet, është ekrani më i madh. Këtu tek sectioni i dytë ndryshe ka këto pjesa e gridit të nga mobili, domethënë se ke nga një kolon, këtu janë nga 2 kolona. Më poshtë domethënë vazhdon e njëjta sikur në mobil, vetëm se këtu janë zmëdhu. Tjetër section këtu, edhe këtu njëjtë, domethënë nuk ka ndryshuar as në mobil, as në desktop, as në tablet, vetëm këto fontet e këto madhësia ndryshon pak. E këtu po, domethënë këtu ndryshon, këtu në tablet për shembull kjo zëvendën sa 2 kolona, 1 kolon, të gjithë këtu nga 1, 2 këtu, 1 edhe nga 1 në fund. Poshtë tek section i fundit këtu është gati njëjtë sikur në desktop, vetëm se këtu domethënë është pak
hapësira më e vogël, më ngushtë pra, edhe imazhi i njëjtë ashtu dhe foteli i njëjtë sikur në mobil. Atëherë kaq ishte sa i përket projektit në HTML dhe CSS dhe shpresoj që t'ju ketë pëlqy edhe miropafshim.